ardhëm në shtetin tonë. E qartë, dhe kur jemi tek Aleanca, zotri Abrashi, si keni parë 6 kërkesa tek kësaj partije drejtuar kryeministrit në detyrë Albin Kurtit? Po, për ta siguruar mbështetjen e tyre, pa as edhe një kusht. Shka, kërkesat janë edhe legjitime tek subjektet politike. Ajo shka nuk me kuptoj të Aleanca, apo të leadership-i se nëse nuk e kam gabim, këta kam bërë ndryshim në leadership, është një nivel shumë i lartë dhe i panevojshëm i arrogancës politike. Po është deklaratat po i përcjelli. Pse kaq keq dhe rand me fol, ndërkohë që kryeministri del edhe i fton takim atë po diskutojmë këto probleme. A ka qenë arrogancë fakti që herën e kaluar nuk i ftoi fare? Jo, shiko, kjo çështje pastaj për mu diskutu, mirë po kur tash ftohet kryeministri. Basa atëre kanë mujt me shprej pak knatësi, por tash kur ka ftesë dhe ti sillesh ndoshta edhe jo konform rezultatës që e kinë zgjedhë. Me gjithë respektin, unë e çmoj votën e secili qytetar, Aleanca është një subjekt shumë i vogël politik për me qenë kaq arrogant. Gjithsesi është çështje e tyre. Unë mendoj që ata duhet i përgjigjen pozitivisht ftesës, ka ende kohë, janë pjesë e rëndësishme e jetës politike të vendit tonë, e kuvendit të Kosovës, dhe mund t'japin kontribut për me dalë në këtë situatë, por këta po e bëjnë të kundërtën. Por gjithsesi është çështja e tyre. E qartë, dhe kur jemi tek kuvendi, zotri Abrashi, a do të ketë ftesë nesër për vazhdimin e seancës konstituive? Po besoj që po them janë zhvillime të reja, janë rrethana të reja, mbas kësaj çka tha kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shumë shpejt lëvizja vendoset do të del me një qëndrim. Natyrisht se po, kjo është edhe interesi jonë dhe kërkesa jonë, që ta kemi mbledhur në radhë sa më shpejt që të mos hupim kohë, me një herë, në pak kohë, ta votojmë kuvendin, konstituimin e kuvendit, ta zgjedhim qeverinë e re dhe Kosova ta ketë më në fund presidentin e ri. Uroj që ky do të jetë skenazhi në mbledhjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës, e jo të shkojmë atje në një mbledhje shtërpte, një nga shumë mbledhjet shtërpte ku nuk